Presidenti Amerikan Donald Trump ka ndryshuar qëndrimin për dosjen që lidhen me multimilionerin Jeffrey Epstein, i cili për vite me radhë akuzohej për abuzim dhe trafikim të vajzave të mitura drejt figurave të njohura dhe me ndikim. Edhe pse në të kaluarën administrata e tij është bllokuar publikimin e tyre dokumenteve, Trump tani është i bashkuar thirrjeve për transparencë, duke deklaruar se është koha që të hiqet dorë nga mashtërimi i demokratëve dhe se ai vetë nuk ka asgjë për të fshehur. Përmes një qëndrimi në platformën e tij Truth Social, ai e kërkoi republikanëve të mbështesin publikimin e materialeve. Kërkesa për dosjet e Epstein është bërë prej muajsh nga demokratët në opozitë dhe një pjesë e republikanëve kritik ndaj Trumpit, të cilët insistojnë se opinioni publik ka të drejtë të di për masat dhe personat e përfshirë në këtë skandal. Vdekja e papritur e Epstein në qëllimet e tij të burgut në vitin 2019 si dhe lidhjet e tij me politikanë, miliarderë dhe persona të njohur, përfshirë edhe vetë Trumpin në një periudhë më të hershme, kanë ushqyer debate me spekulime të vazhdueshme. Që të fushat të zgjedhore, Trump kishte premtuar se do të publikonte plotësisht dosjet e Epstein, por nga marrja e detyrës në janar kur premtim nuk ishte i përmbushur, duke rritur presion politik ndaj tij. Tani gjithçka varet nga votimi në Kongres, edhe nëse dhoma e përfaqësuesve voton pro publikimit, dokumentet do të marrin miratimin edhe në Senat ku mbetet e paqartë nëse do të ketë shumicën e nevojshme.